Miqtë të dashur të televizionit Alsat, për i takojmë së bashku si çdo ditë tjetër me gjurmët, ndërkaq sot do të flasim për një temë shumë të ndjeshme për shoqërinë tonë. Familja ka qenë gjithmonë themeli i shoqërisë tonë, mirëpo çdo vit po lindin më pak fëmijë, çdo vit regjistrojnë më shumë vdekje se sa lindje, ndërsa mira të rinj zgjedhin të ndërtojnë jetën e tyre jashtë vendit. Në të njëjtën kohë, po rritet edhe numri i divorceve, duke ngritur pikpyetje të mëdha mbi të ardhmen e shoqërisë tonë. Por çfarë ndodh kur lindin gjithnjë më pak fëmijë, kur martesat po zgjasin gjithmonë më pak dhe kur të rinj tanë po shohin zgjidhjen vetëm jashtë vendit tonë. Për t'i analizuar këto zhvillime dhe për të kuptuar pak më mirë se sa po ndikon kjo tek shoqëria jonë dhe ku po shkon shoqëria jonë në këtë aspekt, kemi të ftuar sot sociologun Denis Raufi. Mirë se erdhe përsëri në Alsat, kënaqësi të kemi. Mirë përsëri dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë Denis që ndave kohën edhe sot për të diskutuar për këtë temë që është shumë e rëndësishme për shoqërinë tonë dhe vazhdimisht e kemi parë të pranishme, sidomos gjatë periudhave të fundit, si në edicionet tona informative kemi diskutuar mjaftueshëm lidhur me këtë çështje. Ta nisim me natalitetin në rënje. Cilat janë arsyet kryesore sipas teje që mendon se çiftet po vendosin që të kenë gjithmonë më pak fëmijë në këtë dinamikë të jetës që është sot? Ajo që mendoj unë, arsyeja sepse kemi më pak lindje në kohën tonë bashkëkohore dhe tek shoqëria jonë është për arsye se mendoj ka ndryshuar shumë struktura e familjes dhe mendësia ose struktura me të cilën të rinjt e zhvillojnë jetën e tyre. Më herët kemi pasur struktura e familjes ka qenë shumë ndryshe, mënyra me të cilën ka funksionu familja ka qenë shumë ndryshe dhe jetesën të cilën e kanë realizuar ata. Kurse sot kemi të rinj të cilët martohen në mosha shumë të vona. Për shembull, nëse më herët ishte normale që dikush të martohet sa bënte 20-22 vjeç, tani kemi, ta themi, po shkon drejt asaj që mosha mesatare në të cilën njerëzit lidhin kuror është 30 vjeç. Këtu ndodh, kjo gjë ndodh për arsye se të rinjt janë të përkushtuar që të mund të krijojnë një karrierë fillimisht, që të mund të kenë punë të mira, të mund të realizojnë kushtet e tyre fillimisht individuale dhe të mund ta realizojnë veten e tyre, të mund ta njohin potencialin e tyre dhe pastaj shkojnë dhe martohen ose lidhin kuror me një person tjetër. Besoj se kjo është një nga faktorët të cilët ndikon tek zvoglimi i lindjeve të fëmijëve. Faktori tjetër është ajo që edhe në momentin kur dikush lidh kuror, pra martohen, nuk bëjnë shumë fëmijë për disa arsye konkrete. Para është aspekti ekonomik. Pra gjithmonë familjet e reja, çiftet e reja kërkojnë që të mund të kenë një stabilitet ekonomik, fillimisht të banimit dhe pastaj se sa do kenë mundësi dhe kushte konkrete që të përkujdesen për fëmijët e tyre, kushte ekonomike, por pastaj sa do kenë kohë, pra te çështja e kohës, megjithëse kryesisht tani shoqëria jonë është bërë që të dy qoftë mashkulli ose femra, të dy burri ose gruaja, të dy punojnë në familje dhe kjo besoj se ndikon tek dëshira që të mund të kenë familja e tyre të mund të jetë e gjerë ose të mund të kenë disa fëmijë, pasi që nuk mund të impenjohen ose kushtet rrethanat sociale, ekonomike nuk e lejojnë një gjë të tillë dhe besoj se edhe kjo është një faktor shumë i rëndësishëm tek ulja e lindjes së fëmijëve. Pra, nëse e shohim strukturën e shoqërisë tonë, besoj se këto dy faktor, pra faktori që dikush zgjedh shumë vonë që të mund të shkojnë në kuror dhe tjetra është edhe pasi shkojnë në kuror, zgjedhin që të mund të bëjnë një ose dy fëmijë, pasi që realisht në kohën në të cilën jetojmë është shumë e vështirë nga që të mund të plotësohen të gjitha kushtet të fëmijëve. Po në këtë aspekt kur kemi parë që nëse në kohrat më parshme, në gjeneratat e kaluara, kemi pasur martesa të hershme, familje shumë të mëdha, sot e përmende edhe vetë, ndoshta kemi një ndryshe mentaliteti tek shoqëria jonë, brezat e rinj mendojnë ndryshe, fillimisht shohin të përmbushin veten, karrierën e tyre, aspektin individual.
Si në aspekt ekonomik, si në aspektet e tjera personale, a krijon ndoshta kjo, nëse e shohim në aspekt pak më pozitiv të gjithë gjën, një familje më të shëndosh? Për shkak se tashmë krijojmë familje kur jemi të përgatitur personalisht, jo kur na e kërkon familja apo rrethi në afërsi, ose kur na e kërkon jeta apo sistemi siç e kemi mësuar që ta kemi. Tani unë nuk do e cilësoja si më të shëndosh, pra gjithmonë mendësia ime se këndvështrimi im mbi shumë faktor nuk është që të mund të themi se një periudhë nga një tjetër ka qenë më negative ose është më pozitive kjo që jemi tani. Unë besoj si në kohrat në të cilët ka ekzistu familje tradicionale ose familje të gjera, ka pas aspektet ose faktorët e tyre pozitiv, por sot është e pamundur që të mund ta kemi një ose familja të mund të funksionoj me tradita dhe të mund të ekzistojnë ende ato familje të gjëra, pasi këtë gjë ta pamundsojnë kushtet në të cilat ne jetojmë. Jeta është po zhvillohet në dinamika shumë të mëdha dhe është shumë e vështirë që të mundemi të arrim të jetojmë një jetë siç kanë jetuar gjyshërit tanë, të cilët kryesisht janë marrur me bujqësi, blegtori, dhe ajo siç e thash, femra nuk është se ka qenë aktive në komunitetin shoqëror, nuk është se ka qenë aktive nëpër shkolla, kurse tani kjo ka ndryshuar në mënyrë shumë drastike dhe besoj që diçka që të mundson familja bërtham për dallim nga familja tradicionale është individi të mund të nxjerrë potencialin e tij, të mund të pavarësohet, por gjithashtu ka edhe aspekte tjera negative. Pra të dyjat kanë aspektet pozitive dhe negative të njëra tjetrës, por do thoja që sot është e pamundur që të mund të kemi familje të tilla, pasi që dinamika e shoqërisë nuk ta mundson një gjë të tillë. Sa ndikon pasiguria në tregun e punës që kemi sot, ndoshta në këtë shtyrje të vendimit për të pasur fëmijë apo anashkalimin e saj në tërësi? Na është bërë luks të krijojmë familje në ditët e sotme? Po, është e vërtetë, domethënë që të mund të krijojë dikush një familje dhe të lind fëmijë, do që realisht të kesh një mirëqenie shumë të mirë ekonomike, pasi që si çdo nevojë tjetër që ka njeriu, kërkon vazhdimisht të kesh mundësi që ta mirëmbash atë nevojë dhe sidomos fëmia. Përveç se është shumë e vështirë të mund ta mirëmbash në aspektin ekonomik, gjithashtu ka nevojë për shumë kohë, për shumë impenjim, konkretisht të prindërve. Unë besoj që sot shoqëria vjen duke e humbur kohën që të mund t'i përkushtohet familjes. Dhe nëse ekziston një familje me shumë fëmijë, është e pamundur që t'u ndash kohë secilit për aq sa kanë nevojë, sepse për mendimin tim çdo fëmijë ka nevojë për shumë kohë, për shumë përkujdesje, si në aspektin emocional, si në aspektin ekonomik. Pra ka shumë nevoja që është shumë e vështirë në këto kushte në të cilët ne jetojmë, në këtë sistem në të cilën ne jetojmë, të mund t'i përmbushin shumë familjar. Pra po shkojmë në ritme shumë të shpejta dhe kjo dinamik na e vështirëson edhe më shumë këtë proces. Në anën tjetër, sa mund të mësojmë me çdo një Ajveriut, ndoshta nga vendet e tjera që kanë pasur sukses në rritjen e natalitetit, a duhet të kemi ndryshime ndoshta në politikat shtetërore që të mundsohet familjeve të reja që të kenë ndoshta ndihmë shtesë apo të kenë ndihmë në aspekte të tjera që edhe të marrin vendime për të krijuar apo për të zgjeruar familjet e tyre? Unë besoj se edhe ne si shtet duhet të marrim, të ndjekim politika të vendeve që realisht janë sociale dhe ajo sistemi social funksionon shumë, siç janë vendet skandinave ose disa vende të Bashkimit Evropian. Unë mendoj që duhet të krijojmë politika të cilat thuhen, por duhet realisht të aplikohen që të mund t'i ndihmojnë familjet ose çiftet e reja të cilët sapo martohen, shteti të ketë mekanizma me të cilët t'i ndihmon tek çështja e banimit, tek çështja që të mund të ketë kushte
si ta themi, të përkujdeset për fëmijët në shumë aspekte falas ose me një çmim shumë të lirë, për shembull siç janë çerdhet, siç janë qendra ditore. Qendra ditore, por gjithashtu duke filluar nga veshmbathja e gjitha gjërat e tjera, pasi që sot realisht çdo gjë është shtrenjtuar dhe kjo gjë e pamundson. Gjithashtu ne e dim një rastin kur shteti jon lejoi shtesat për fëmijë dikush kur bënte fëmijën e tretë ose të katërt, që i jepte ndihma deri në moshën 18 vjeçare nëse s'gaboj, dhe aty kishim një rritje shumë të madhe të numrit të lindjes. Unë besoj se këto politika janë shumë të shëndetshme nëse duam që shoqëria jonë, pra njerëzit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sidomos kryesisht të rinj, të mund të favorizohen dhe të nxiten me politika të këtilla, pasi që realisht është një ndihmë shumë e madhe për prindrit. Në anën tjetër, një gjë që lidhet ngushtë edhe me këtë faktorin ekonomik që e përmendëm deri më tani dhe me të gjithë këto zhvillime që sadokudo e pengojnë këtë proces të rritjes natalitetit, është emigracioni një faktor tjetër kryesor që lidhet ngushtë me uljen e numrit të lindjeve, për shkak se kemi parë të rinjt më shumë se kur zhvendosin jetët e tyre jashtë për mundësi më të mira, për stabilitet financiar dhe ndoshta për kushtet e tjera më të mira shoqërore për të krijuar familje. Po, edhe kjo është një e vërtet, pasi që unë punoj në një shkollë fillore si sociolog dhe aty shohim në momentin kur vinë që të regjistrojnë, prindrit të regjistrojnë fëmijët në klasën e parë, mund të them se gati gjysma e fëmijëve të cilët janë në listat që i sjell Ministria e Punëve të Brendshme jetojnë jashtë vendit. Pra edhe kjo është një faktor shumë i rëndësishëm që ndikon tek ulja e natalitetit, të themi, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe pastaj largimi ose migrimi i të rinjve ndodh për faktorët të cilët përmenda, por kryesisht edhe për një faktor që është shumë i rëndësishëm për ndjenjën e sigurisë. Unë besoj që të rinjt largohen nga Republika e Maqedonisë së Veriut meqense nuk ndjejnë siguri për fëmijët e tyre. Jo vetëm aspekti ekonomik, por aspekti në të cilën fëmia do jetojnë në një shoqëri e cila institucionet ose faktorët të cilët e përbëjnë shoqërinë që janë në ndihmë ose që e prekin fëmijën e tyre në mënyrë të drejtë për drejtë janë më të shëndosha se sa tek vendi ynë. Dhe besoj kjo ndjenja e sigurisë që të mund të krijojë një familje të shëndosh, fëmijët e të cilëve do arrijnë që të plotësojnë gjitha kushtet, i bën që ata të mund të marrin rrugën për në kurbet, si themi ne. Cilat grup mosha ke parë që më së shumti, sidomos gjatë periudhave të fundit, tentojnë që të largohen nga vendi? Unë besoj që me ajo që unë kam parë është kryesisht këto, si ta themi, gjenerata nga vitet e 90-ta dhe deri te të 2000-tat, mund të them. Brezat më të rinj. Po është ajo gjenerata në të cilën ka shumë migrim. Këta të rinjt tani nuk meqense është bërë një lloj ndryshimi edhe tek ne, por ata të cilët thjesht më kanë vendosur që të ikin është shumë e vështirë që të rikthehen, po besoj se këto janë ato grup moshat më të mëdha, diku duke filluar nga 35 deri në 20 vjeç, nëse do e marrim një lloj paralele, domethënë një lloj grupi. A mund të na kthejë diaspora në faktor për rigjallërim demografik sot? Po, ne dim vendet në të cilët kryesisht jetojnë në diasporë, siç është për shembull një rast shumë të veçantë kam qytetin e Kërçovës, qytetin e Dibrës, gjithashtu edhe Struga, po ajo ndikohet edhe nga turizmi, po për shembull kryesisht Kërçova dhe Dibra në momentet që vinë banorët të cilët jetojnë në diasporë, rigjallërohet qyteti. Mua konkretisht e kam përjetuar gjendjen e tillë në të dyja qytetet,
ku si në Dibër, si në Kërshov, po të shkosh në periudhën e të cilët ata punojnë, qyteti është sikur jeton, por nuk e ka të gjallërin. Nëse shkon kryesisht në momentet kur kthehen nga vendet të cilat jetojnë dhe kthehen në Maqedoni, në vendlindje, gjallërohet qyteti. Pra mbushet dhe nuk ta themi, e ndjejnë atë energjinë e jetës së gjallë brenda qytetit. Edhe atëherë shohim ndoshta më së shumti se sa humbim neve si shoqëri kur të gjithë këtë popullsi që duhet të jetë në vendin tonë shohim që na shkon jashtë vendit. Kemi edhe shumë për të diskutuar, por do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. Qëndroni me ne. U rikthyem përsëri në studio, vazhdojmë diskutimin ton për natalitetin e rënje, ndërsa më pas do dalim edhe tek një temë pak më ndryshe, por kam edhe diçka për të pyet. Denis, sipas teje, çka duhet të ndryshojë sot që të rinjt ndoshta të mos e shohin emigrimin si zgjidhjen e vetme që kanë? Të androjmë ndoshta pak, sadokudo mentalitetin të rinjve tanë që të kenë shpresë edhe të zhvillojnë jetën e tyre në vendin tonë, që edhe të kemi familjet më të zgjeruara, po edhe të mos na ikë truri, siç e kemi parë të ndodh deri më tani, të gjithë më të mençurit, më të mirët, po na ikin për të zhvilluar dijenin e tyre dhe për të punuar jashtë vendit. Ajo që unë mendoj se duhet të bëjmë është të mundemi gjithë së bashku të ndërtojmë institucionet më të fuqishme, por kjo jo domosdoshmërisht do e ndalë migrimin dhe unë nuk e shoh si diçka negative, se shumë shoh që flitet se migrimi është negativ dhe po na ikin të rinjt. Unë besoj se çdo vend, nga çdo shtet migrojnë njerëzit. Nga njëri vend tek tjetri, pasi që unë besoj që secili duhet ta shef se ku ndihet më mirë që ta shprehë veten e tyre. Por unë ajo që do kisha sugjeruar është njerëzit të cilët largohen nga vendi vetëm se nuk ka një arsye ose një qëllim tek jeta e tyre. Nëse kanë një qëllim që të krijojnë një familje më të shëndosh, të mund ta bëjmë për këtë çështje, të mund ta bëjmë edhe shtetin ton një gjë të tillë. Por pastaj për zhvillim, për karrierë, për të mund të eksplorojnë me jetën e tyre, unë nuk besoj që kjo është negative, por për aspektin e familjes, jo domosdoshmërisht nëse shkojmë jashtë vendit, do arrim që të gjejmë një lloj harmonie, sepse po, për kushtet janë më të mira, por gjithmonë atje fëmijëve do ju mungoj kjo, si ta themi, lidhja me vendlindjen e tyre dhe me identitetin e tyre, që unë besoj jetesa jashtë vendit ta kufizon ose mohon. Pra gjithmonë ata do ndjehen sikur nuk i përkasin atij vendi. Është ndryshe të jetosh në vendin tënd dhe ndryshe të shkosh në një vend tjetër. Dhe besoj pastaj ajo siç e the tek çështja e natalitetit, unë besoj se kjo është një proces dhe nuk e shoh edhe këtë negative. Unë mendoj që secili duhet ta gjykojë vetë se çfarë familje duhet të krijojë. Më herët e kanë përdor një shprehje të cilën kanë thënë lind një fëmijë dhe ta, domethënë, përkujdeset për të Zotit. Domethënë thjesht bëje. Unë ju sugjeroj që secili të mund të bëj aq fëmijë sa dëshiron. Dhe çdo gjë tjetër pastaj rregullohet, por dhe as mos të bijem prej e ndikimit të opinionit ose rrethit. Pra vetëm se kërkon dikush që ne të mund të kemi se çfarë do thonë të tjerët, pra secili të mund ta bëj ose ta krijoj familjen ashtu siç dëshiron ose siç bien dakord dy partnerët të cilët janë në kuror. Pra mos të varen nga asnjë faktor i jashtëm, por të varen nga dëshira e tyre dhe ta gjykojnë se sa do arrin që t'ju mundsojnë fëmijëve të tyre të kenë një jetesë të shëndetshme. Kjo është ajo, besoj, për mendimin tim më e vlefshmja. Edhe pika më e rëndësishme dhe i gjithë qëllimi është që të sjellësh një fëmijë në jetë, por edhe të përkujdesesh maksimalisht për të dhe të jesh 100% i gatshëm, se besoj të jesh prind është gjëja më e vështirë në botë dhe mendoj që nevojitet përkujdesje maksimale, andaj edhe thash pak më herët,
Ky ndryshim mentaliteti të këtë rinj tan ka sjellur ndoshta tek ajo që e kemi sot të pranishme, ndoshta dikur i është imponuar nga rrethi të rinjeve që të lindin sa më shumë fëmijë, të krijojnë familje se dikush tjetër përkujdeset për to. Qëllimi ka qenë vetëm të ketë vazhdimsi të familjes dhe të një mbiemri, ndërsa sot njerëzit janë pak më të vetëdijshëm për atë se çfarë po bëjnë edhe shohin se sa të gatshëm janë vetë për të krijuar familje dhe për të qenë prind. Ndërsa në anën tjetër tek ajo që e folëm deri më tani për migrimin, do të ishte shumë e bukur edhe shumë e mirë nëse dikush do të dilte jashtë që të eksploronte edhe të gjente vetveten ose të përmbushej në aspekt të karrierës ose sepse me të vërtetë dëshiron të del jashtë, po fatkeqësia dhe e keqja e asaj që po shohim sot është se të rinjt po dalin për një jetë më të mirë se nuk bëhet dot në Maqedoni. Dhe kjo është ndoshta mënyra më e gabuar për të funksionuar dhe për të jetuar, sepse shteti jot nuk të mundson që ti të funksionosh ashtu siç ti don. Do të ndërrojmë pak temë, do dalim tek rritja e numrit të divorceve, një tjetër fenomen shumë i pranishëm, sidomos gjatë periudhave të fundit, nuk e kemi parë edhe aq shumë të ndodhë më herët. Do ta shtjellojmë pak më vonë se si ka rrjedhur deri tek ajo që kemi sot, po pse po na rritet numri i divorceve sidomos viteve të fundit? I kemi parë shifrat, kemi parë statistikat, rritje shumë të madhe kemi në kohrat e fundit. Unë besoj se këtu faktori kryesor tek rritja e divorceve është kryesisht njerëzit po fillojnë dhe të individualizohen. Më herët kemi pasur familje të cilët familje jo funksionale, i themi ndryshe, pas që kanë pas konflikte, kanë pas probleme të ndryshme, por të cilët i kanë rezistu martesës vetëm për arsye që do i gjykojnë të tjerët, nuk do mundet në këtë rast kryesisht femrat nuk do mund të ekzistojnë më vete, nuk do pranohen në shoqëri, nga shumë faktor social, pra kryesisht shumë të vështira për femrën. Kurse sot me zhvillimin dhe me arsimimin e femrës, dhe shohim që tani femrat kanë një rol shumë të rëndësishëm në shoqëri, kanë pozicione, kanë punë, dhe kjo i bën që mos të ekzistoj kjo frika. Dhe gjithashtu frika për të përballë me, si ta themi, gjykimet. Sepse besoj kohës së fundit e kanë kuptuar që nuk ja vlen thjesht të qëndrosh tek diçka e impenjuar ose i impenjuar, por që nuk e i lumtur. Megjithëse synimi kryesor besoj i një marteseje është personat që e përbëjnë atë martesë dhe krijojnë një familje duhet të jenë të lumtur. Nëse nuk ekziston lumturia dhe nëse vazhdimisht ka vuajtje tek ajo martesë, unë besoj që është më e shëndetshme që të ekzistojnë divorcet. Cilat na janë ato shkaqet më kryesore që i kemi këtë ndarje të vazhdueshme sidomos gjatë periudhave të fundit? A është ky ritmi, dinamika e jetës që nuk na le kohë as ti përkushtohemi dikuj ose prapë i rikthehemi faktorit ekonomik? Ku na çon? Cilat janë ato faktorët më të rëndësishëm? Unë besoj që tani njerëzit fillojnë dhe ta njohin më mirë veten. Unë besoj që problemi kryesor sepse ekziston divorci sot është çiftet, domethënë mashkulli me femrën ose arrin që të bëhen bashk pa më u njoft mirë. Pra pa më njoft interesat e njëri tjetrit, pa me arritur një lloj kompromisi së bashku që të krijojnë një familje. Unë besoj që krijimi i familjes ose martesa është një përgjegjësi shumë e rëndësishme, që nëse ne nuk e kuptojmë përderisa e realizojmë, kjo pastaj ka pasoja. Çfarë do të thotë përgjegjësi? Pra të dy, pra qoftë mashkulli ose femra, duhet të plotësojnë nevoja konkrete tek një lidhje dhe gjithashtu duhet të kuptojnë që të dy së bashku kanë edhe jetën e tyre. Por që të mund të t'i mbajnë këto të dyja duhet të ekzistojë kompromisi. Pra që njëri të mbështet tjetrin dhe anasjelltas. Por ndryshe, megjithëse shpeshherë nuk arrihen që të bëhet të gjetë zgjidhje kësaj gjëje, shkojmë deri tek divorci.
ajo se pse sot kemi më shumë divorce është meqense se ky konflikt lind dhe më herët e ka nduruar. Dhe kryesisht në këtë rast edhe tek meshkujt ka ndodhur, por sidomos femrat kanë qenë ata të cilët kanë sakrifikuar për hir të fëmijëve, për hir të familjes, për hir se çfarë do thonë rrethi, dhe gjithashtu është ndjerë e papranuar në shoqëri. Kurse tani mentaliteti ka ndryshuar, njerëzit e shohin se kjo nuk është diçka e shëndetshme, dhe një ditë më herët kur ekziston kjo mos përputhje mentaliteti, interesash dhe mungesë kompromisi, vendosin që të divorcohen. Dhe unë besoj që kjo jo domosdoshmërisht është negative, por ajo që unë sugjeroj është përpara se të mund të marrim një hap të këtij të rëndësishëm, fillimisht të mund ta njohim veten, të mund të dimë që futemi në një proces ose në një fiks proces i cili na kërkon përgjegjësi. Sigur futesh në punë ose çfarë do lloj impenjimi që kemi në jetë. Nuk mund të shkojmë punë dhe pastaj kur të dua nuk e respektoj orarin ose nuk i bëj detyrimet e mia. Pra e dim se kur marrim diçka përsipër duhet t'i bësh gjitha detyrimet e tua, që të mund të kesh sukses. Por ndryshe nëse nuk i respekton detyrimet, nxjerrin nga puna. Është e njëjta edhe me çështjen e martesës. Edhe shumë e rëndësishme në anën tjetër që kur paraqiten problematika të ndryshme, se është normale, është një marrëdhënie dhe problemet mund të dalin, është e rëndësishme të kërkohet ndihmë. Unë kam parë që në shumicën e rasteve janë të stepur njerëzit, sidomos në shoqërinë tonë, nuk kërkojnë ndihmë, kanë turp të kërkojnë ndihmë, kanë turp të shkojnë ndoshta në një seancë psikologjike së bashku me partnerin. Këto gjëra duhet normalizuar sa do në shoqërinë tonë nëse dëshirojmë marrëdhënie të shëndosha edhe martesa funksionale të nesërmen, sepse problemet janë shumë normale në çdo marrëdhënie në shoqërinë tonë. Në anën tjetër një faktor të them ndoshta më i ri se sa faktorët tjerë që kanë ndikuar në ndarjet e çifteve në martesat në shoqërinë tonë janë edhe teknologjia që ka marrë hovë, ka pasur një lloj ndikimi në marrëdhëniet tona, në të gjitha llojet e marrëdhënieve tona. Në anën tjetër, dua të pyes sa ka ndikuar rrjetet sociale dhe teknologjia në martesat. Nuk e di pse përmendet shpesh që janë edhe si shkak i ndarjeve të shumta. A e sheti në këtë formë? Para se të kaloj te kjo, me ajo që e the se nuk kërkojmë ndihmë, unë dua të shtoj diçka, ja u sugjeroj të gjithëve, një libër, 5 gjuhët e dashurisë. E ka shkruajt një si ta themi psikolog dhe sociolog njëkohësisht, i cili është marrë me çështjen e çifteve, Gary Chapman, quhet autori, dhe ai tregon se si ekzistojnë 5 gjuhë të ndryshme që secili e percepton dashurinë. E para është fjalët vlerësuese. Tjetra është koha cilësore, ofrimi i dhuratave, të përkujdesesh pra me akte shërbimi, dhe tjetra tani që s'më vije, po do më kujtohet më vonë. Ai ka një teori shumë interesante që thotë jo se cili e percepton, domethënë shprehjen e dashurisë në një farë forme. Për shembull, shpesh ne harrojmë partnerit, i themi fjalë vlerësuese dhe ja ofrojmë atë, për shembull, i ofrojmë vetëm kohë cilësore, por asnjëherë nuk e vlerësojmë. Ose ofrojmë kohë cilësore, por harrojmë që të bëjmë akte shërbimi. Dhe e pesta është, si ta themi ai thot prekja ose përqafimi në këtë rast. Dhe secili ka mënyrën e tij të kuptuarit ndryshe. Ajo që ne duhet të bëjmë është ta njohim personin tjetër. Por problemi ndodh që ne nuk e njohim veten, nuk e dim se çfarë kemi nevojë vet, dhe për këtë e kemi më të vështirë t'ia ofrojmë dikujt tjetër atë që ka ai nevojë. Dhe këtu besoj lind, si ta themi, një lloj frike për mos interesim ose mos shprehja e interesimit ose dashurisë kundrejt personit tjetër, që ai jep raste konkrete, pra konsultant martesor është për sa vite, dhe jep raste konkrete se pse vin deri tek ajo. Kushtet e mira ekonomike, familjet mirë, por pikërisht për këto mangësitë ose mos kuptimin e njëri tjetrit vim deri tek divorcet. Nga ana tjetër, siç e përmendë edhe rrjetet sociale, tani rrjetet sociale na krijojnë nevoja të paqena.
Dhe kryesisht, si ta themi, këta të cilët na drejtojnë ne, që na kanë shëndruar në një shoqëri të konsumit, krijojnë nevoja të ndryshme që ne të mund të merremi me ata dhe janë kryesisht nevoja materiale dhe me lindjen e këtyre nevojave artificiale ne harrojmë që të vlerësojmë dhe të jemi mirënjohës për punën dhe sakrificën e njëri tjetrit. Shpeshherë realisht harrojmë t'i themi faleminderit personit që e jetojmë jetën së bashku, sepse jemi të zhitur aq shumë nga nevojat e paqena ose nevojat artificiale që na ofrojnë rrjetet sociale dhe gjithashtu rrjetet sociale promovojnë një jetë e cila është iluzioniste, që është shumë larg realitetit dhe kjo na bën që edhe ne ta duam një gjë të tillë, por një jetë e tillë, një jetë e rrjeteve sociale nuk është e vërtetë, sepse rrjetet sociale gjithmonë shesin si diçka pozitive, si diçka me vlerë, gjithmonë antivlerat shiten si vlera. Interesante kjo që te deri më tani. Pra, është më së rëndësishme fillimisht të punohet me veten, dhe më pas të njohësh edhe të ti përkushtohesh dikujt tjetër. Ndoshta këtu e kemi neve problemin më të madh, se shpejtojmë edhe krijojmë marrëdhënie me dikë tjetër pa krijuar marrëdhënie me vetveten fillimisht. Para se të vazhdojmë tutje, do të shkëputemi edhe një herë për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. Rikthyen përsëri në studio, na ka mbetur edhe pak minuta kohë për të shtjelluar edhe disa gjërat të fundit. Do ta përmbyllim, do të ndalemi edhe pak tek divorcet, për shkak se shpesh komentohet në shoqërinë tonë që duhet të rish në një marrëdhënie për hir të familjes, për hir të fëmijëve. Sa krijon kjo një presion shtesë, ndoshta të pashëndosh tek marrëdhëniet martesore që kemi, dhe sa ndikon paralelisht divorci tek fëmia në një marrëdhënie? Mendimi im është nuk duhet të qëndrojmë me çdo lloj kushti, por në të njëjtën kohë nuk duhet që të dorëzohemi shumë lehtë. Çdo kusht që është në një lidhje martesore, unë besoj se duhet bëj përpjekjet maksimale që të mund të gjej një zgjidhje. Pasi që nuk është diçka që sot jemi bashkë dhe nesër mund të ndahemi, dhe kryesisht kur ka dikush edhe fëmijë, pasi që divorci realisht ndikon negativisht tek zhvillimi i fëmijës. Dhe duhet të kemi parasysh çdo prind në këtë rast të përkujdeset që të bëj maksimumin ose kompromiset maksimale tek vetja dhe të kërkojë nga partneri që të mund të gjihet një gjuhë e përbashkët dhe të arrin të krijojë një familje të shëndosh, pasi që kjo është elementare dhe mënyra më e mirë është të mund të mos të shohin vetëm si ta themi dëshirat e tyre, por realisht të dinë që përpjekja e tyre do ndihmojë shumë edhe tek zhvillimi i fëmijës dhe mirëqenia e fëmijës në të ardhmen. Apo shkon shoqëria jon drejt modelit ku familja tradicionale që e kemi pas shtyllë kryesore nuk është më norma kryesore? Po, unë besoj se ka ndryshuar, jo fizikisht, por ka ndryshuar mentaliteti, shoh që në momentin e parë, sidomos, si ta themi të rinj, tani kur martohen automatikisht dalin, jetojnë më vete, pra krijojnë atë familjen bërthamore dhe pastaj lindin dhe fëmijë, pra ka ndryshuar komplet mentaliteti. Rrallë mund të shohim diku që ekziston ende familja tradicionale dhe kryesisht këto familje tradicionale janë kështu për arsye të faktorit ekonomik që në mënyrën ose në momentin e parë që dikush ka mundësi del dhe jeton më vete dhe unë nuk e shoh si diçka negative, por ajo që unë kam frikë është gjithmonë duhet të përkujdesemi që vlerat familjare asnjëherë mos të humben. Pra mos të individualizohemi aq shumë sa që të harrojmë që ne jemi pjesë e shoqërisë dhe ne jemi përgjegjës për familjen tonë, prindërit tanë dhe gjithë shoqërinë. Denis, të falenderoj shumë për të gjitha këto që the sot. Është gjithmonë kënaqësi kur bisedojmë së bashku për të tilla fenomene shumë të rëndësishme për shoqërinë tonë. Shumë kënaqësi, faleminderit që ndave kohën. Ishte kënaqësi edhe për mua. Miq të dashur, me kaq e përmbyllim edhe këtë emision. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë, mirupafshim.